Fëmijëria jeme ka qenë sikur një pjesë e madhe e fëmijërisë tjetër. Në atë kohë nuk kemi pas teknologji digjitale, jemi marrë me gjëra thjeshta, me shkollë pika parë, kurse me lojna, me aktivitete shumë thjeshta, me një shkop, me një guri, me një top shumë të vogël, e kemi kalu, domethënë, pjesën tjetër jashtë shkollës, domethënë. Ka qenë një knatësi më e madhe e lojnave si që cekte, apo si tash gjenerata që janë në për telefona? Shive, për gjeneratën time, domethënë ajo kohë ka qenë e artë, po themi. Knatësia jonë ka qenë me dalë natyrë, domethënë me gjëra shumë thjeshta. Tani ne, me gjeneratën që ekziston tani me teknologjinë digjitale, është tjetër gjeneratë. Por neve ka qenë knatësi kështu dhe na e ndjejmë kështu se. Ka qenë i bukur, ka qenë shumë natyrale. Bekim, unë e di që në moshën 6 vjeçare veç ju ka lind dëshira që të hyni në botën e muzikës. Po. Dhe e di që fillimisht ke fillu diçka bësh një çifteli. Po, me sa ju, domethënë nga furka e nenës teme, e ku marrë furkën në aty moshën mes 6 dhe 7. Pastaj tela nga najloni. Nga najloni, me thonë drejtën edhe ja kemi vjedh një këmshis aty, domethënë, se s'kemi pas as tonë, a i nëzirë peshqe, domethënë, ishte peshkatar, edhe ja kemi shku, ja kemi marrë, ja kemi pre, edhe ja kemi në furkës, edhe domethënë, ja kemi marrë, e kumë improvizu, edhe kumë fillu si qiftini. Lang. Vesh fillove tingujt e parë. Po, tingujt e parë, domethënë me furkën e nenës. Po familja se pretendon për krahën, ti vazhdove tutje kërkesat që të vazhdosh në botën e muzikës? Po, familja njerë, tani si fëmijë tani provon një lodër andej, një lodër këndej, domethënë, po me kalimin e kohës, dy vëllezërit e mi janë muzikanta, njëri është 2 vjet më i madh dhe njëri 2 vjet më i vogël, jemi 3, të 3 jemi muzikanta. Kështu që fillum bashkarisht. Një familje artistash. Po, edhe me vëllezër të tjerë dhe kështu kemi bë muzikë, domethënë muzikë njerë kemi bë muzikë te si thonë te sikur kanaxhegjet tani që mbahen. Domethënë nga mosha 8-9 vjeçare, 10 vjeçare kështu deri ka mosha 13-14 vjeçare. Pasandej fillum edhe te si thonë notat burrave bë muzikë, pa teknologji, direkt origjinale domethënë. Cila ka qenë paraqitja jote për herë të parë para publikut si këngëtar? Si këngëtar aty domethënë në shkollë, domethënë kur janë mbajt ato për ditë shkollës, ato festat që kemi pas në atë kohë, ku më dalë edhe me instrument me çiftëli dhe ku më dalë edhe me këngë. Domethënë aty te mosha 10 vjeçare kështu më lart, domethënë nga aty ku fillu. Na përshkruni pak a shumë emocionet, besoj që ke pas emocione, vullnetin për mu paraqit para publikut. Po, emocione kanë qenë shumë të mëdha. Shive, edhe përvojë nuk kemi pas, kanë qenë tjera rrethona, po domethënë emocionet shumë origjinale kemi pas, shumë reale, dhe me thonë drejtën hera parë kur kom dalë bina improvizume aty para ditës para shkollës, domethënë, edhe herë parë edhe me pa, domethënë mas njerëzve që unë jam binë, tjetri më shef mua edhe më duhet tregojt, kur kam aplaudu më ka duk se këtë bota ka rreshu plak. Nga emocione, domethënë. Po shkoj gjithçka mirë? Po nga ana ime shkoj gjithçka mirë. Po megjithatë, për këtë ide familja gjithmonë të ka qëndru mbrapa, të ka përkra. Po, domethënë nëse jemi te pjesa fëmijërisë, domethënë më ka përkra dhe tani më përkra që pika parë du të me falenderu familjen teme, domethënë, edhe nga prindit, po edhe bashkëshortët dhe fëmijët e mi, domethënë, edhe gjithë tjerë, po, edhe fancat aty janë, domethënë, pjesë e artit tem, po te fëmijëria dhe familja më ka përkra, po familja më shumë ka qenë e përqendruar që të mbaroj shkollim, domethënë. Edhe më ka thonë më shumë koncentrohu në shkollë, edhe muzikën paralelisht e kom bërë, edhe shkollën muzikën. Pavarësisht që ke desht muzikën, gjithmonë baba, nona janë persona që çdo herë kanë dëshirë që fëmia i tyre të bëhet një doktor. Ka qenë edhe ëndër e prindve tu me qenë se ti ke vazhdue fakultetin mjekësisë përgjithshme? Po, unë domethënë nga familjarët e mi, domethënë unë edhe vllai i vogël, dytë jemi në mjekësi. Edhe unë jam gjenerata e fundit që kemi mbaru shkollën e medicinës, po edhe shkollës që sistemin normal të asaj kohë. Pasandej erdhe masat e dhunshme, domethënë edhe njerëzit kanë mbaru shkollën në shtëpi. Unë e kam mbaru shkollën e mesme të medicinës në Gjilan, edhe 1 vjet fakultet, pasandej nga rrethonat e luftës u detyrova të ikin nga Kosova, edhe nga viti 91 deri sot jam në Zvicër. Domethënë le fakultetin edhe ike në Zvicër. Ika në Zvicër. Gjithmonë për një jetë më të mirë. Jo. Nuk ka qenë për një jetë më të mirë, ka qenë për me mbijetu. Se ne kemi qenë, domethënë, në prag të luftës.
Nuk ka qenë se ku mik për një jetë më të mirë, po ke mik me shpëtu kokën. E kom lanë shkollën, e kom lanë gjitha, se merë domthon ftesa për me shku në ushtarë në Bosnjë, edhe atje për medicinë domthon, po edhe nuk kom shku, po e kom zgjedh rrugën për me shku në emigrim në Zvicër. Ideja ka qenë për 3 muaj të shkoj, i bona 34 vjetë. Sa ishte vështirë për ty një vendim në moshë shumë të hershme, pavarësisht që ishe shumë i lidhur me vendlindje, edhe me marrë një vendim tillë edhe me nuk është e lehtë. Tërësisht. Nuk ishte e lehtë, shife tani edhe rrethonet se ne nuk e kishmi pa Evropën, nuk e kishmi pa botën, nuk jemi mësu mu largu nga vendi jonë, nga shtëpia jonë, nuk ishte e lehtë. Po kur ishte në pyetje se rrezikoj jeta njeriu edhe merr vendime edhe pa mendu shumë e shumë. Kështu që e mora vendimin edhe e mora rrugën sikur një shumicë e gjeneratës teme. Domthonë, unë kur flas për veten time, po e them se po flas për një rreth dekade, domthonë për një 10 vjeçar, ca 50 më të ri, ca 50 më të vjetër, jemi ajo dekada domthonë që kemi rezistu, jo vetëm ne, po ne jemi ajo që kemi thonë stop, domthonë dhunës, stop çdo gjëje, kemi thonë se këtu është muri. Nuk vazhdon mu. Si cilin formën e vetë. Tani, edhe pa ndonjë organizim, po këtë mënyrë spontane. Tani po e them kështu se tani edhe në shkollë kur kemi qenë shembull, në Gjilan, u bën demonstrata çdo ditë. Në më shumë kemi dalë nga shkolla, kemi lëshu orën e mësimit, kemi dalë, kemi protestu, se sa që kemi mbajt ligjërata në shkollë. Se ato me gaz lotësjellës, domethënë, dhe i rrefnin njerëzit, na i shifnin nga shkolla nga lart edhe dilshme. Edhe na kemi protestu. Ose kur ku marrën nga fshati, për me shku në shkollë, direkt në protest, në për Gjilan. Më ka qenë ajo faza, kur domethënë pjesë e asaj ja bellone, po ato janë pjesë e imja domethënë. Kështu ka qenë ato rrethona. Që sot e kemi këtë liri që ndoshta një shumicë e njerëzve nuk e kupton sa liri kemi ne. E vërtet është, na tregoni ndonjë moment të vështirë me qenë se ke dalë shumë i ri në Zvicër, edhe besoj që ke pas momente të vështira, sfida, duke mos e ditë gjuhën, duke mos ditë muxhin me vendin, cilin ke shku. Ju kujtojnë ndonjë moment i vështirë që ndoshta jeni penduar se keni marrë një vendim të tillë? Po, shife tani, kur kam shku në Zvicër, ta drejtën me thonë Zvicra, si që dini edhe ju, është një vend atraktiv, shumë i bukur, ku korrektësia është maksimum, janë shumë gjëra atje të mira, dhe për ata dhëri, po ndjenën për vendin tem nuk e kum harru nuk e harroj asnjëherë. Momente vështira, njeriu shkon me një vend, me një kulturë të huaj, me një gjuhë të huaj, pa kualifikim të përfunduar, nuk mundesh më kyç me vazhdu. Kanë qenë rrethonat jo të mira për neve shqiptarët andaj, domethënë që kemi shku në atë formë që kemi shku, dhe njeriu fillon të mendohet, thu, më mirë po kthejmë nga ka marrë se këtu. Ose edhe kemi qëndru në forma ndryshme, kemi rezistu, shumë herë në është bo presion që du ju kthejmë gjithve, shemë, po flasme në fazën e luftës, me ato lloj statuset që i kishmi në ato kohë. E kupton?